Nën uniformën e UÇK-s, edhe aty habitet, do me thonë sepse nuk e ka ditë që prindim ka qenë antari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë kom qenë shumë e lumtur për shkak që kam një dëshmi fizike, një kopje, një histori të gjallë të prindit. Edhe unë shumë insistoj që këto gjërat jenë sa ma shumë të shkruara, sepse vrej që gjeneratat e reja kanë shumë pak njohuri, edhe e vlerësoj që duhet me pas ma shumë gjana të shkrume për historinë ma të lavdishme të Kosovës. Edhe thjesht e kam një dokument ku brezave të ri kom ja përcjell këtë sopës historie. Faleminderit shumë që e ndave me ne, histori shumë e bukur. Në mbyllje të kësaj bisede i kam edhe disa pyetje. Çfarë do të doje ti të ndryshoje rrënjësisht në mentalitetin sportiv në Kosovë? Shumë pyetja ma e mirë e dekadës. Unë më shumë të kisha ndru mentalitetin e punës. Mënyrën se si i qasvemi punës, e shohim punën. Na mungon konsistenca. Ne mendojmë që... Jemi val diqysh. Na mungon konsistenca dhe gjithmonë presim prej të tjerve me kry punën tonë. Ne shumë fokusohemi, për shembull, kur je antari një klubi, ki fokusin të federatat, të ministria, të shteti, është një thanje që është me rëndësi se çka bën ti për shtetin, e jo gjithmonë me pas fokusin që çka bën shteti për ty, do me thonë edhe ti ki një rol edhe me kontribu për vendin tonë, edhe kjo puna është mënyra më e mirë se qysh kontribon për veten, për familjen, për shtetin, për dhe në këtë rast për sportin. Kështu që këtë mentalitetin se qish shiqasemi punës, është në përgjithësi diçka që kisha dashur me ndru. Është pjesë e mentalitetit edhe ajo që thash unë fillim që kjo veç verën na kujton, se dimnit s'kemi këtu. Po mirë që po ndryshohet kjo. Si mund të krijohet një farë mënyrë një rrugë reale për fëmijët që ndrojnë të bëhen notar? Është duke u bë kjo rrugë, duke u trasu kjo rrugë? Disa rrugë në sport do njerë janë të trasume prej vetë natyrës së sportit ose prej organizimit ndërkombëtar të atij sporti. Notin përgjithësi nga natyra nuk është një sport për shembull si futbolli ose si tenisi. Domethënë notarët elitar nuk janë notar milioner ose të cilët jetojnë prej sportit të notit. Shumica e antarësisë nëpër klube është e përkrahur prej familjeve, kështu që është sport në nivel të organizimit ende nivel amator. Do me thonë, mundesh me thy edhe rekord botror, por ti me atë rekord për momentin nuk mund të bësh milioner. Edhe ndoshta, prandaj thash se shumica antarësisë Federatës së Notit janë notar të rinë. Sepse pas moshës 18 vjeçare, shumica e këtij organizimi të sportit kalon në nivel të kolegjeve, cila zhvillohet kryesisht në shtetet zhvillume si në Amerikë, në Australi. Evropa qëndron pak më dobët, sidomos rajoni, dhe shumica e notarëve marrin rrugë të tjera për me ndërtu karrierën e tyre sportive. Prandaj thash fokusi duhet me qenë si Kosovë dhe si rajon tek gjeneratat e reja dhe tek garat e nivelit të kampionatit evropian për të ri ose kupës së botës për të ri në nivelet të tilla. Çfarë është një gjë që njerëzit nuk e dinë për ata që merren me notë, për notarët? A ka diçka që nuk e dinë ose e keq kuptojnë ose ku e di? Notarët diçka që nuk e dinë është që është një prej... Notarët janë përgjithësi prej sportistëve më inteligjent, kështu që një. Unë pas raste me taku futbollist, basketbollist, teniser, sportistë të tjerë, notarët janë natyra më të qeta, më inteligjente, më vëzhguese, dhe kjo është krejt prej natyrës së sportit. Edhe këtu nuk fiton vetëm se je, si thash, më talent ose më i forti fizikisht, po ka shumë strategji për brenda garës, për brenda shërbitjes dhe përgjithësi për ndërtimin e karrierës. Faleminderit shumë për përgjigjen dhe i pyetje të fundit. Cili ka qenë motivi apo çfarë të ka motivuar ty më së shumti në karrierën tënde? Është interesant me u përgjigj që asnjëherë s'kom mendu kështu shumë për veten. Asnjëherë nuk flas shumë në veten e parë, unë kështu. Gjithmonë i kom mendu proceset, me kom mendu notin në përgjithësi, e ku mendu Kosovën, unë prej natyrës jam kështu kogja patriote, edhe e kum pas fatin që me kontribu në disa procese historike për sportin e notit, edhe kjo ka ndiku shumë përgjithësi në perceptimin e njerëzve në raport me sportin, edhe për këta jam shumë krenare, kështu që motivi kryesisht ka qenë shoqëria, përparimi,
dhe në përgjithësi me ecë përpara si shoqëri, sepse sporti jep një kontribut shumë veçantë këtë aspekt, nuk është vetëm shkolla e cila sjell edukimin, po sporti është një shkollë në vete. Ky ka qenë motivi më i madh. Rita, faleminderit shumë që ishe sonte në Libero, knaçësi që biseduam, dhe knaçësi që i rikujtuam disa prej sukseseve tua. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, do të bëjmë një shkëputje publicitare.